Këto janë disa hapa të rëndësishëm që mund të ndiqni kur ju të keni takime individuale me punonësit tuaj ose me njerëzit tuaj të skuadrës. Është e rëndësishme që çdo takim të fillojë me një ton pozitiv, me diçka pozitive që ju mendoni që ata bëjnë në kompaninë tuaj, mund të ketë lidhje me bisedën që do të keni apo mund të jetë diçka e përgjithshme. Pastaj pjesa tjetër është që të dëgjohet, është shumë e rëndësishme për një çështje të saktuar që ju doni të diskutoni, që të dëgjoni palën tjetër. Në këtë mënyrë ju merrni vesh se si pala tjetër e shikon gjën, këndvështrimin e tyre, por më e rëndësishme në fakt është që ju të përdorni perceptimin e tyre dhe fjalët e tyre nëse ju doni të këshilloni ata apo të jepni një qasje tjetër për një, le të themi, çështje konstruktive, ku ata mund të bëjnë më mirë ose mund të përmirësohen në aftësitë e punës të tyre, që patjetër shton vlerë në kompani në fund të ditës. Në fund të çdo bisede, le të themi, është e rëndësishme që të pyesim personin që kemi përballë çfarë mund të jetë disa nga hapat e radhës që ata duan të marrin në mënyrë që të bëjnë progres kundrejt asaj çështje të caktuar për të cilën ju po flisni. Duke bërë këtë, duke ndjekur këtë format, ju siguroheni që jo vetëm biseda është e shëndetshme, por personi të ndihet i respektuar dhe të jetë shumë i qartë se cilat janë gjërat që po bëjnë mirë dhe gjërat që duhet të përmirësojnë në mënyrë që ata të përmirësojnë pozicionin e tyre. Dhe e fundit, është e rëndësishme që të merren hapa caktues pas bisedës në mënyrë që të ketë produktivitet pas bisedës, sepse shumë herë bisedat zgjasin shumë dhe asgjë nuk bëhet pas bisedës dhe nuk rregullohet asgjë dhe nuk përmirësohet asgjë. Kështu që në këtë mënyrë sigurohuni që çdo gjë është produktive. Faleminderit që më ndiqni dhe më ndiqni për më shumë këshilla të vlefshme.